Alarm në avion, stewardesa bën kërkesën e çuditshme pasagjerëve, dikush duhet të zbres. Nuk do të besoni arsyen absurde. Një incident i pazakontë është shënuar në linjën e avionit Londër-Milano. Aeroplani peshon shumë, dikush duhet të zbres. Kjo është fraza që u tha pasagjerëve teksa ishin ulur në vendet e tyre. Bëhet fjalë për fluturimin AZ227 Ita Airlines, që niset nga aeroporti i qytetit Londrës e operuar nga German Airlines dhe i drejtuar për Milano. Science fiction, komentoi gazetarja, duke llogaritur se pesha e tepërt arrinte në 500 kg. Disa pasagjerëve ju kërkua të zbrisnin, në shkëmbim €250 secila.